Territori shqiptar për datën 6 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes diellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit pa rreshje të konsiderueshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 11 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 24 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 19 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 13 deri në 22 gradë Celsius.